Zëvendës kryeministri dhe ministri për eurointegrime Bekim Sali konsideron se paralajmërimet e Eurokomisioneres Marta Kos dhe të eurodeputetit Thomas Vajc se Maqedonia nuk do të humbasë rreth 15 milion euro për shkak se nuk janë përmbushur obligimet nga agjenda reformuese janë parandaluese me qëllim për shpejtimin e reformave. Sali konsideron se Maqedonia nuk po mbetet prapa në përmbushjen e këtyre kërkesave dhe thotë se nga 10 për 6 prej tyre janë drejt përfundimit. Megjithatë, një nga ato që duket se nuk do të miratohet është kodi zgjedhor, për të cilin Sali tha se është e ligj specifik. Në këtë fazë kemi 10 pika, 10 hapa të cilat janë kritike për arsye se janë në fazën e grace periudhës. Kjo ka të bënë deri në fund të qershorit që kemi edhe 2 muaj. Deri më tani nga 10 pikë, 6 pikë kemi veç më të përmbushura dhe në 4 pika funksionojmë dhe jemi duke u koordinuar mes institucione për të plotësuar ato obligime që i kemi marrë përsipër dhe natyrisht jashtë këtyre hapave kemi edhe hapa tjera të cilat janë në fazën reale për të plotësuar. Euroambasadori Mihajlis Rokas konfirmoi se është e nevojshme të përmbushen 10 pika deri në qershor për të cilat tha se po punohet. Ai nuk deshi të parashikojë sa prej tyre do të arrijnë të përfundojnë. There are 10 steps to be fulfilled by June, which are the grace period that was supposed to be fulfilled in June last year. So this is the system, how it works, the reform agenda, and if they expire and not fulfilled, the money is lost. So there is hard work ongoing. I cannot predict. We have to wait until end of June to see. Maqedonia kishte afat për përmbushjen e agjendës reformuese deri në qershor 2025, por i është dhënë një periudhë të gri edhe një vit. Kjo periudhë përfundon në qershor, pas së cilës do të dihet sa Maqedonia do të përmbushë nga agjenda reformuese e planit për rritje të Bashkimit Evropian dhe me këtë edhe sa para do të humbas për shkak të mos përmbushjes së tyre.